Gazetari Abion Hasani komenton sulmet e Adriana Kalas ndaj Eurida Tabaku duke pretenduar se votat kësaj të fundit ja pas ka siguruar vetë Edi Rama për të poshtruar Sali Berishën dhe për të marrë drejtimin e PD-s. Sipas tij, këto deklarata nga demokratët tregojnë fundin si është këtë ndisur PD-ja. Adriana Kalaja akuzon Eurida Tabakun se votat ja ka dhënë Rama me orientim për të poshtruar Berishën. Por ka një problem shifrash kjo deklaratë. Nëse Rama orienton 20.000 vota të Eurida Tabakut dhe PD-s për pasojë, i bie që ai ka siguri për një diferencë mbi 70 deri 100.000 vota me PD-n. Kjo diferencë në vetvete është poshtërim dhe kapitullimi i Berishës dhe listës së tij, ndaj dhe nëse këta idiotët pohojnë se Euridës ja pas ka orientuar votat Rama, në fakt janë duke pranuar që Berisha ka ngordhur pavarësisht Euridës. Për më tepër, kjo deklaratë është fyerje dhe agresion ndaj njerëzve që me vullnetin e tyre të lirë votuan PD-n dhe Tabakun. Është deklaratë terroriste për të goditur pisët Euridën dhe kompleksuar të gjitha ato figura të reja të Partisë Demokratike që pëlqehen dhe janë interesante. Me cinizëm e ftoi këtë grup punist në Partinë Demokratike ta godas sa më shumë Euridën dhe Ali Mehmetin, se fundja kjo është mënyra më e sigurt që të shtrëngohen radhët rreth agron shehajt dhe kjo Parti Demokratike ka ta ndisur me idiot në krye të shkoj për scrap. Go for it, Bjerini Tabakut dhe Ali Mehmetit fort, të dashur imbecile recidiviste, shkruan ai.